Pas aksidentit fatal në Durrës, ku 2 të mitur humbën jetën nga një shofer i dehur që po lëvizte me shpejtësi të lartë, Partia Socialiste ka propozuar ndryshime të reja në kodin rrugor për të ashpërsuar masat ndaj shkelsëve. Paketa është depozituar në kuvend nga Ulsi Manja dhe Erion Braçe, me synim rritjen e sigurisë në rrugë, sidomos për drejtuesit e rinj. Sipas draftit, personat që drejtojnë automjetin pa patent nuk do të mund të pajisen me leje drejtimi për 1 vit. Për të miturit që kapen pa patent, e drejta për ta marrë atë shtyhet deri në moshën 20 vjeçare. Gjithashtu, shoferët gjatë vitit të parë të patentës do të kenë ndalim total të konsumit të alkoolit dhe nuk do të lejohen të qarkullojnë gjatë natës pa praninë e një drejtuesi me eksperiencë. Propozimet përfshin edhe kufizimet e reja shpejtësie për shoferët e rinj, si dhe gjoba, pezullim patente dhe heqje pikësh për shkelësit. Ndër masat më të forta është heqja përfundimtare e patentës për drejtuesit që kapen përsëritës në gjendje të dehur. Ndalohet gjithashtu përdorimi i celularit gjatë drejtimit të biçikletave dhe motorëve elektrik.